Tre shtetas shqiptar, Ervis Sedaka, Maksim Kolçi dhe Ado Xhika, të shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare për vepra të rënda penale, u ekstraduan ditën e njëjtë nga Dubai në Shqipëri. Kapja e tyre u realizua pas një operacioni të suksesshëm ndërkombëtar të koduar The Wanted, që përfshiu shkëmbimin intensiv të informacionit me strukturave të specializuara të policisë së shtetit dhe Interpolit në 2 vende. Ervis Sedaka, 38 vjeç, i cili mbahet në masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitin 2024, akuzohet për vrasje me paramendim mbetur në tentativë, sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje, armbajtje pa leje dhe për kraje të autorit të krimit në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal ku ishte i përfshirë. Maksim Kolçi, 39 vjeç, dhe gjithashtu në kërkim për vepra penale, vrasje me paramendim me motive, interesi dhe akmarrje, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje, për kraje, autorit dhe krimit dhe armbajtje pa leje, gjithmonë në kuadër të grupit kriminal. Ndërkohë, Ado Xhika, 40 vjeç, është i akuzuar për përkrajet e autorit të krimit si pjesë e këtij grupi të strukturuar. Të tre të ekstraduarit mbërritën në aeroportin e Rinasit në mbrëmjen e së njëjtës dhe u dorëzuan menjëherë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ku do të mbajnë në pritje të vendimeve të mëtejshme të drejtësisë. Operacion është një nga goditjet më të rëndësishme kundër krimit të organizuar në Shqipëri, duke demonstruar forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për luftën ndaj grupeve kriminale që kërcënojnë sigurinë dhe rendin publik.